Është një punë e mençur që bëhet nga njerëzit tanë nga ata që shkojnë. Është një shembull i Majlinda Aliut, kolegës tonë në Radio Televizionin e Kosovës. Linda është shumë dashni për mua. Ajo jeton në Austri, po bën studime të doktoratës. Kemi shumë shqiptarë që bëjnë studime të veçanta nga do që shkojnë. E Linda këtë kohë ka ndërtuar një portal me emrin Hajde, që është një fjalë që përdoret në shumë gjuhë në vendet e Ballkanit. Krejt e kanë kuptimin me thonë eja, dhe me lidh bashk të gjitha këto vende në një fjalë me hajde që ka kuptimin e mikpritjes. Edhe në atë portal Linda ka menduar me sjell informacione për të gjitha vendet dhe me i bë bashk të gjithë, sepse të gjithë e kanë qëllimin e integrimit fundit në Bashkimin Evropian. Linda është në Vjenë edhe është me ne tash në këtë mëngjes. Majlind, mirëmëngjesi edhe një herë. Mirëmëngjesi, hyra për ju edhe për dëgjuesit e Radio Kosovës. Faleminderit shumë për këtë hyrje edhe o Linda, më ka marrë malli me ta dëgjuzanin në raportet si dikur në RTK. Gjithashtu dhe më ka marrë malli për Kosovë dhe ndoshta kjo është edhe ajo tërheqja që më shtyru me fillu këtë mision të ri. Është një punë shumë e mençur, Linda, që e ke mendu. Home Abroad, revistë për diasporën dhe emigrantët. Ç'është koncepti krejt në Hajde? Faleminderit shumë. Po ky është pra një koncept që ka qëllim të krijoj një urë lidhse mes komuniteteve të diasporës, posaçërisht që jetojnë në Austri. Ka platforma të ngjashme në kuptimin që në gjuhë të caktuara mbulohet në komunitete të caktuara, mirë po një platformë e cila tani ka filluar me 3 gjuhë, 2 që janë të komuniteteve, pra shqip dhe turqisht, dhe anglishtja si një gjuhë e internacionalizuar që i konekton apo i ndërlidh këta komunitete me diasporën tjetër, por edhe me vetë austriakët. Ideja bazë ka fillu shumë kohë më herët dhe studimet e kanë këtë të mirë që nxisin ide të reja ose krijojnë njohuri të reja të cilat pastaj nxisin ide të reja që edhe mund të mrinë në pikë siç është projekti Hajde. Në Hajde, Linda, çka ka me pas? Çfarë gjuhësh kanë mu publiku aty? Informacionet e mendova që do të vinë nga vendet e Ballkanit, por në çfarë gjuhësh mund të lexohet në këtë projekt? Në fakt, informacionet do t'ju shkojnë vendeve të Ballkanit, por jo e kundërta. Ideja është të koncentrohemi në zhvillimet që ndodhin në Austri, në baza ditore, të cilat do të jenë të plasuara tani në gjuhën shqipe dhe në gjuhën turke, si 2 gjuhë të Ballkanit, apo të 2 gjuhë që komunitetet e Ballkanit flasin. Të ardhmen, ambicet janë që të rritet kjo platformë dhe rjeti dhe të integrohen edhe gjuhë tjera, siç është gjuha bosnjake, gjuha serbe, gjuha maqedone, gjuha kroate dhe jo vetëm. Linda, e keni parë të nevojshme komunitetin e përzirë që mund të jetë në Vjenë, që ju të na i bini zhvillimet nga Vjena më poshtë në rajon? Pikërisht, pra, ajo që më impresionoi, pra më bëri të ndjehem mirë, ishte që sidomos në Kosovë, sigurisht nga që unë vi nga atje dhe nuk jam figure pa njohur në Kosovë, pati një kështu reagim shumë pozitiv dhe pati një krijim të hapësirës ku edhe vetë mediat kosovare riplasuan informacionet të cilat sapo u plasuan nga platforma jonë, pra në ditët e para, dhe kjo tregon edhe për një urë tjetër komunikimi që Hajde mund të krijoj mes diasporës dhe vendeve të origjinës, pasi që
në prioritet të platformës tonë do të jenë komunitetet që jetojnë këto, ta zëmë si që keni pa figurat të cilët shkëlqejnë në fushat të ndryshme, kanë arritur në fushat të ndryshme, jo vetëm në art, po edhe në pjesë tjera të edukimit, edhe në biznes, edhe në mjekësi, apo në çfarë do fushe. Përveç tyre, qëllimi i platformës është gjithashtu të krijojë hapësirë diskutimi në atë procesin e integrimit që këto komunitete kanë këtu në Austri, vështërsi që i kanë dhe lehtësime që ju krijohen nga vetë vendi. Pra, të krijohet një dritare ku zëri i diasporës le të themi dëgjohet pak më shumë dhe ka një vëmendje tjetër. Përveç kësaj, mendoj që është goxha ambicioz iniciativë për shkak që fakti që mendoj që është iniciativë që nuk kam hasur në një të ngjashme, të vë në një platformë të vetme komunitetet të cilat vinë posaçërisht nga Ballkani Perëndimor, është mjaft sfiduese për faktin e të kaluarës historike që i karakterizon këto popull, po megjithatë, në kohën që po jetojmë, mundësitë janë krijuar që të bëhet shumë. Dhe është shumë e rëndësishme që këto mundësi të shfrytëzohen për të iniciuar iniciativat të cilat kanë qëllime pozitive, të cilat kanë qëllim të krijimit të urave. Edhe të kredibilitetit, të ndërlidhen njerëzit, por jo të ndajnë ata, sepse të tillë veç janë. E qartë lindë dashur, aq më tepër nevoja për projekte të tilla që kanë një kredibilitet të qëndrueshëm, sepse varet shumë, janë bërë aq shumë platforma të tilla, aq shumë situata kur ne kemi dilema nëse duhet i besojmë informatës që marrim, kur i dim kush qëndron prapa atyre, është shumë lehtë pandej të merret edhe informata. Një qëllim shumë i mirë, edhe një punë shumë fisnike që do ta shohim në proces lindë dashur Hajden në këtë ditë në vazhdim. Dhe këtu vlen të theksohet që ne jemi në fazën e iniciimit, pra sapo është lansuar si fazë, le të themi, jemi në procedurat e regjistrimit dhe përveç kësaj plani është gjithashtu që Hajde të bëhet antare e Press Council, pra të këshillit të mediave në Austri, që nënkupton që do i nënshtrohet rregullave të mediave në tregun austriak. Po. Shumë e qartë, edhe shumë të përgëzoj për këtë punë që bën lindë dashur. Faleminderit shumë, je model edhe për mua, edhe për shumë kolegë tanë në Kosovë. Të uroj më të mira, të uroj të shihemi në Prishtinë të pres për kafe. Me shumë dëshirë, faleminderit shumë për hapësirën, për rëndësinë që po jepni kësaj platforme, sepse sigurisht kjo edhe është një prej formave që krijon më shumë hapësirë për të, si të them, sensibilizimit, por edhe tregon për seriozitetin që Hajde ka tashmë, për faktin që njerëz të cilët janë të besueshëm në sidomos në tregun e Kosovës, që ndrojnë brapa saj, por që ideja është që kjo të zgjerohet edhe në tutje, pra të ndërtohen ura bashkëpunimi. Thjesht e kam kështu si të them synim që në deskun tim informativ të kem një diverzitet i cili do të besoj të bëhet shembull edhe për komunitetet të tjera, por edhe për profesionet të tjera. Patjetër, edhe do ta bësh, do ta kesh, do t'i arrish këtë sukses, siç e ke arritur deri tani të gjitha ambicjet tuaja. Faleminderit shumë Majlinda Aliu, gjithmonë kënaqësi të të kem në program. Faleminderit shumë për kohën, për qafime nga Prishtina.
Gjithashtu dhe unë ju përshëndes dhe gjithat mirat. Shumë faleminderit. Me 1 tetor të dashur dëgjues, është lancuar portali më i ri medial i quajtur me akronimin Hajde, që siç thash është përzgjedhur nga Linda një emër që lidh krejt vendet e Ballkanit e që ka kuptimin EJA. Majlinda Aliu është gazetare me përvojë të gjerë në Kosovë, kryesisht ka punuar në televizionin publik, radio televizionin e Kosovës një kohë të gjatë, kam shumë të dashur Lindën, edhe ka shumë publikime me media ndërkombëtare. Tash 4 vjet ajo jeton në Vjenë të Austrisë, po bën temën e doktoratës në fushën e qeverisjes së mediave në Universitetin e Vjenës, është shembull edhe model për të gjithë gazetarët tjerë si duhet ndjekur. Raportimi i drejtë, profesional, korrekt edhe i balancuar siç kërkohet gjithmonë, por para së gjithash Linda ka kredibilitet të fuqishëm në profesionin e saj. Prandaj zgjoda të ndajmë sot këtë model të punës që ajo ka zgjedhur ta bëjë, që mund të shërbejë edhe për ne të tjerët.